Jemi në pjesën e parë të emisionit, pjesa e preferuar, pjesa ku i mbledh të gjithë, siç është kjo pjesa e kuzhinës. Jam e lumtur që nuk jam vetëm, por jam me Lisa Liçkaj. Përshëndetje, mirë se erdhe, Lis. Faleminderit shumë. Kënaqësi që të kemi në E Djela Vlen. Faleminderit shumë. Kënaqësi është të bëj në emisionin e juaj. Lisi, për ndryshe shikues të dashur, është producent, por e ka pasion kuzhinën. Me dy profesione me indasi, me indasi që shvjetë. Po du me thonë shumë të kundërta. Po pasioni për kuzhinën është, si me thonë, dashni, dush me qitë me dashni, apo kuptën, është një punë që është pak e lodhshme për që ata nuk e këmë marrë si profesion, po këmë vendosë veç Sa, po menon që producentat ma letë e kana? Po e kam pak ma letë, se jena tash i më adoptu me atë punën e asoj, tani kur më karon me pregadit për një personë më ndryshe, me pregadit për shumë persona, një solë është kenë më ndryshe, është pak ma stresu se ma se na producentat e din e këna punën pak ma të tjeshtë, me artë, po njëtën ku edhe kuzhina një farë lej orti, se pa e pos, qësh me thonë shpirt ortin. E prej nga u bu pasion, Lis? Pasion i kuzhinës u bus gjithë të erujtën, jo, të erujtë nonën, mësë mi qitë kepë sanë, se e ku mu rrysë shumë e thonë kepë në gjithë, e tajnë të i najtë mi kry, mësë i qitë kësoj, e mas nejnë atu mësu ka pak, E tasha e përdorë qepën? Po. A ke kuptu që në kuzhinë mretnesha është qepa? Mretnesha është qepa, po tash kërë në kujnë ma të vegjël, u kujnë ajo, jo, po e vjen njëra qep, jo, kështu, jo, po tash është ndërë sanë, se cilin sanë që e bënë që pas ke marrë qepën, po pas ke marrë edhe hudër. Edhe hudër, po, hudërën e këna marrë pak për shije, se pe bujna një specialitet, saganaki, është me karkalec, buhet me solës domotev, me domote, qep, pak hudër, origano, është, po, djothi qitet, qësh me thonë në fund, për sipër është në fund, është një specialitet, qësh me thonë... E letë dhe shpejt, a? E shpejt, po zakonisht merë ko pak ma shumë, që se dënë me bu kështu me tove, me ase, po në kushtet që janë mundet më bu edhe kështu, buhet shia pak a shumë e njejtë, mu i me thonë 90%, po na kemi qef dhe... Po, kemi qef pak detajet kështu, apë edhe mi kësyrë dhe detajet ma shumë, po ma mërmenje që ka me dollë shumë mirë edhe kjo. Okej, para se me kalu, te me Anis, unë i kisha pas qef mi falendëru sponsorët, që janë Ujë Rrugove, është vizioni i kompanisë Rrugove, është në fakt që të sjellë natyrën e gjetur në bjeshkët e Rrugovës, brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj, normal përmes produkteve natyrale, dhe shumë të shëndetshme, prodhuar pikrish në zemrën e rajonit të Rrugovës në Kosovë, në partneritet me komunitetin Rrugovas. E pifshi për shnet, Lis. Po, e pifshi këtë për shnet. Unë është me marrë një shishe. Faleminderit, për marrë një shishe se pak. Pastaj kemi edhe pijet energjike, më të mira në vend dhe rajon, pa dyshim janë Golden Eagle, e sidomos kjo Golden Eagle Blue, që ka një shije fantastike, me plot freski dhe energji. Për mbështetjen e emisionit E Djela Vlen, falenderojmë edhe Kolegjin AB, The British School of Kosova, si dhe Pri Bank. Gjithashtu, kalojmë tek një sponsor tjetër, që është shumë i rëndësishëm gjithashtu. Java e ëmbëlsirave është në Viva Fresh Store, është koha për shije të ëmbla. Në Viva Fresh Store gjeni me zbritje torte të gatshme, croissant, pastaj edhe lloje të ndryshme çokolata dhe shumë ëmbëlsira të tjera, të cilat janë super të shishme. Për ata që duan të krijojnë vetë magjinë e shijes, në Viva Fresh Store gjeni gjithë shka që ju nevojitet. Pastaj ka biskota, për tiramisu, arra, krem për gatim, puding me shije të ndryshme, kakao, kokos, kore për torta, miell të cilësisë së lartë, margarinë dhe shumë të tjera. Me të gjitha këto produkte e bëni një super ëmbëlsirë si pas dëshirës tuaj. Për ta bërë pra në fakt çdo detaj perfekt, në Viva Fresh Store ju sjellin edhe miksera, tepsi, forma dekorative dhe aksesor elegant për servim. Gjithashtu zbritjet nuk mungojnë asnjëherë, mundeni me shiku në Facebook edhe në Instagram të Viva Fresh Store, i keni të përditësuara të gjitha detajet. Me rëndësi, ëmbëlsirat ja u dham, e gjithashtu edhe nëse nuk doni me blet gatshme, i dham mundësit se deri të mikseri edhe tepsia për ta përgatitur vetë një ëmbëlsirë. Okej. Lis fola shumë, a? Jo, tamon, puna sponsorat dhe me respektu, sa ta janë
Për arsyeja që po krijohet emisione edhe na i kanë jep produktet, është për krahje, është padyshim, po. Këto produkte i kemi marrë aty, që gjithsesi duhet. Kjo mundet më bë për shembull me karkaleca të fresk, po edhe kjo është shumë më mirë se është ma lehtë, është i pastruar, janë krejt gatshëm, është ta hek një gjysmë të punës apo kupton, edhe shija nuk ndryshet. Unë po dal mbrapa teje, m'fal, se po du me ti kallëzu do sekrete që çdo kuzhinë ka. Okej. Unë mas pare më vynë me unë ngroqë që kjo. Unë e pëlqoj që tash, se kësaj plakës tonë i duhet pak ma shumë ko. I duhet ko, po edhe s'po mdhezet heq. Qa puna? E provojna. Së është në rrymë, okej, që e qesim? Më në lesë, për pak me bo. Në rrymë se kena shti. Okej, që kjo na duhet, kjo është plaka e madhe, edhe e keni... Mas pare lëna që shme thonë më ngru tiganin, në kom qeft me lënë tiganin, mas nena me qitë vojën, që mos me qitë me njëherë vojën mu djekë, se tash... Po, edhe vojë u linit nuk banë mu djekë. Edhe nëzena, po du me thonë mas pare ato, po deri sot nëzet ajo, unë e përshkoj për marë qepën, tash këtu varsisht sa do njëri që është dënë mundët me e... Ashtë e përstaq me thika më falë? Po, që kjo pak ma e modhe, po edhe me këto nuk është problem. Une, është e preferumja jam që ajo? Se ma e vogël, ma e përshtatshme për me prej qepën. Edhe pse na ka njerë në kuzhinë, që qemi ta mund kuzhinjera i prem gishtat ka pak, po edhe kjo është pjesë e pasionit, ja vlenë me prej gishtin për me kriju një shqiet mirë. Në djela vlenë kanë vend krejt, kanë ata që kanë pasion kuzhinën, kanë vend ata të cilët janë profesionistë të vërtet, kështu që thjesht kuzhina është për të gjithë. është pa tjetër, kuzhina është kënaqësi, artë edhe është shije, se për ditë na du të mu shqy, edhe mendoj që se cili e ka shumë pasion me hongër, dikush e ka, është kulturë. Kulturë, seriozisht. Ata që s'bajnë? Po, vetëm a unë zhe që ajo, deri sot e mu po më do këtë që zhe pak. Unë e përshkoj mas i kena qëto sasin e karkaleca, nuk pi qes shumë qep që mos me dominu që shme thonë shia qep, se duhet me dominu shia ma shumë me sustit domoteve dhe karkaleca. Po tash gjatë procedurës e shuj, mund është vojen me fillu me... Mësi qita shumë? Jo, taman është. Taman, se edhe mas që është voj u linit, është shme thonë super. Se përduret zakonisht me vajt u linit, mundet më bu edhe me vajt tjetër, po ma shumë preferohet voj u linit. Po. Pritë se une nuk t'i kompru lukët e drunit që i kena. Po lukët e drunit që të eshin mbrapa. Po. Më duhet edhe vish një pjot, për masit t'i qes karkalecat, se njëtin ven e qesim dhe susin e domotev që me morë shien. A duhet e thell, a e rasht? Po lidhje, vish milion një ku, se mas ne i transferojmë prap në pjotën e mirë. Kurse zakonisht kjo... A dush me hek levorën, a? Unë e heki levorën, se levorja përmbon aciditet, edhe i vynë pak ma shumë për me uzi, edhe për me bu pak ma shprejt, ja hekim levorën dhe do këtë edhe ma mirë, se zakonisht... A, din ku po e vrej o lisë që i kuzhinjeri mirë, qërë mërës tu kam ndo, heq kjo, qërë? Kjo është, e kena po du me thonë në shpe, jo, thejke, për mës me u hidhnu, na i bëjke gjyshja, kur t'i prejni mulla, duhet deri në fund, me që po du me thonë që... Mos me pas shkputje. Mos me pas shkputje. Edhe, mas nejna, më ka me që shme thonë. Edhe unë e kom një farë fiksimi t'il, për që ata më rëndës. Se unë e kom qef që shme thonë edhe mu dok bukur, se nështë ta shion bukur, po e t'njejtën ku edhe syni është... Syni producentit? Apo kuptën, po edhe pse pak profesione kitë këndër ta, po apet se apet. Na, tham edhe në fillim, Liz, që kjo nuk është thjesht profesion, po është pasion. Edhe është edukat. Po, pa tjetër. Se unë për shambull, është edhe kulturë njëtë në kusë, se të na është veç me vetëm gratë, se vojzat me përgadit, kurse të unë është e këndër, ta unë e të në kohën,
pregaditi në shpreh. Edhe mas nena kër e pyetshin djalin qerë dhe kush bën, ai të thon bobi, ma bëj ke gruaja the ke hurën buën ase, po thash nuk ka hurë, kjo është kulturë, se na i ndojmë qysh me thonë punë. Unë e kom punën e kuzhinës, ajo mirët me shti në maqinë, apo kupton? A din qysh, në fakt, që tash një detaj më ranë men, realisht në emisionin e Gjela Vlen mas shumë ti kanë qenë burrat djemët në përgjithësi që kanë përgadit. Edhe kjo është shumë për t'u admiruar, sepse nëse thonë që burrat nuk gatojnë, gatuajnë. Falë, se përmesa ju, kur zhjo. Tu dasht menimi ma shpejt se fjala. Kështu që e dëshmojmë që burrat tonë gatuajnë, sepse në e Gjela Vlen ndoshta mundem me thonë 1 ose 2 femna kanë qenë me gatu. Janë konë meshkujt ata të cilët kanë po tash na po du me thonë kohë rravë ma për para e kena njësë mja vjedhe recepta ta ashtu edhe ta në kena dalë. Po është po du me thonë kulturë se edhe ndër kuzhiniera që shme thonë jo po, e kena djeg pak. Të folë. Na ljo vesh, pak që pëllujnë. A t'ja nale, se s'ki fajti se une e mora. Jo, s'ko lidhe, se që piqes me njëherë këtu. A ta që kena djeg pak ma shumë? Po lidhe ma shumë dzëtësi. Se karkalecat nuk ju vynë qysh me thonë shumë ku për me mu gatu. 5 minuta bolli kanë. Njëjtën ku ju hedhin pak krep. Mësë është... Qëta ta po munduna mës me si ndo video që pja u hekin këtu krejtë për dirnin tripën. I qesim pak. A merë kritika lis prej bashkëshortës që bën kuzhinën rëmuj edhe pse përgadit? Ma ka jep ajo kulturën që mos me bu rëmuj, se për para i kom bu krejt edhe i kom lonë. Po ta shkoj, tu e bu një sen, tu e pastru një sen, edhe është shumë sen i mirë që mu për vete e kom po që ashtu duhet. Se njëtën ku lëthri mas njëna të fshima shumë ta një farë mënyre. Tu karkalecat i qite, po tani i heka, po? Po i heki karkalecat, se tani në këtë longën e karkalecat, e fërgujmë qepën edhe domatën, që shtojnë në patlizianë se së mbeken men, mas ne na e qesim një thelputër shtu të pacoptum që vish me ebë, që shme thonë aromën, se dikush nuk e preferon shumë, po është, që shme thonë, që ja them pak. Qësh jo mëre shumë e preferojnë, unë për vete më pëlqenë hudra shumë. Unë mendoj që hudra është edhe hudra një farë mbretresha e kuzhinës, e qepën e qëjtë mbreti e kuzhinës, e hudrën mbretresha. Ta shtu që jenë, po du me thonë ma të pastrume, lëshojnë pak ma shumë ujë. Po, se kanë qenë edhe të ngrime, po. Po është edhe ma mirë, se tash këllongu nga vynë për ja jep shien shumë ma shumë susi, për ja them aciditetin e domatës. është një recept shumë i thjeshtë, edhe shumë i shishëm, se du me thonë shumica i bujnë karkalecat vetëm skor, e kjo është pak ma mos gabufsha është gatim grek. Sëne du me thonë karo me odhtu shumë, edhe tani gjithë këna i kuriozitetit të hinë kuzhina, vërdin të mësu kultura, e për shkak kohës limitume, se dhe isha me bëjt diçka azjatike, se kuzhinën azjatike këm shtu ma të preferume. Se kësa keshtu të pyjtë, cila është kuzhina që të pëlqen azjatike? Azjatike, po du me thonë përgjithësi azjatike, se jem pak ma karakteristike, po është edhe shumë problem i zjetë për bërësit, ta mënë, se po duhen edhe të na është pak ma ndryshe që nuk jena mësu me qato shia, po pëpëtën se të vynë një ku për mua adoptu, ato i bujnë për shambull përdorin mjaltën, gjingjerin e kanë shumë, e përdorin specin me sheqere bujnë, a vedin suiten. Qëllin, sweet sos që janë ato. Të në kuën, edhe pers që ti hajshin me shumë djekës, më ka pëlqy shumë. Samin, gjithashtu e kanë... Sojen, e kanë shumë, po du me thonë, kanë melmesa, kitë ndryshe për neve, është pak deri sa të adoptosh, po kur të adoptosh, tani unë më për veti s'ko mujt mi rezistu. Edhe mu më pëlqenë ushqimi aziatik. Më përgjithsi ushqimet pikante më pëlqenë shumë, po edhe që lujnë, për shambull me kripën edhe me sheqerin. Po, sa je balansën. Se tash edhe qëti sosit, unë zakonisht jases pak një lukë të vogël sheqer, që vish me balancu, që shme thonë atë aciditetin, mos më kun shumë... Qëta, vish edhe pak pilujnë,
edhe masnina qëto i transferojna që qëto ma pas ke pru perfekt. Ishtë të loj pak, se qëto i kom pos pak ma heret. Më nësh me fshi me këtë pecetën që e kjena këto. As po dënë me fshijet, s'ka nevojë. Edhe pse s'ka nevojë se kanë këtu longun, që kë longu është që ajo shia kryesore e sosit që ka e me konë. sosit. Ani t'ja nali pak mos të shterëm. Jo, s'ka lidhe, se tash e transferojnë asë edhe tigoni, që shme thonë, mbet aroma karkaleca, tani kur t'i qesin këtu, e që tash vynë më malqu në maksimum, unë e këtu për marë, po për transferoj qëtu. Mos t'u dasht longun me lona aty ajo? Ja, longun e qesim gjatë masit të zbutët kepa, se qëtu na vynë edhe pak vajullirit me aqit, apo kupton, puna e qepës. E qepës, edhe mas ne i transferojmë qepën. Unë e kom qef me lumë pak qepën që me morë atë shien, mas ne i me qitë domatën. Njëtën ku edhe qepës mujna mja hellë Pak kryp. pak kryp, se longu e që shme thonë e merë shumë krypën edhe masnina, po ma mirë është mi bu edhe me ma pak kryp, se kryp mujna mi shtu. Qështë jo, muj mi shtu, edhe nuk është qa që shnetë shumë e dim, po shien e ka. Ma mirë është ma pak, që kush dënë mundet mi shtu masnina ekstra. Faleminderit shumë për asistencën. Tash e marë që tunë edhe një hudër, ja bujna. Se po tut na po djegët, për që ata se kepa tani din me njëherë. Që tani edhe zihet, po shumë edhe mu djegë, karamelizohet pak, i buhet një shije pak ma e ëmël. Po. Se pas ka shku menja që edhe kjo pjesa që karamelizohet pak. Se edhe qep mund është mi bu mi qit pak sheqer, për hamburgera, për sene, buhen shumë, a mu bëdoj që shtu që shpëthute në low heat temperaturë tëllë, për një ku të në kuhen me shku të i përzi. Qa është to? Që? Ta shumë të shku... A ki mërzi mu përzi në kushin? Jo, heq, absolut, bilim pëlqen dikush që të një mënë, se me pos asistencë është shumë a letë. Thuj asistencë milo antë, ka milo antë. Se du bu letë, se vish makinat... Edhe ajo procedurë është. Po, procedura ma shtirë më hek, edhe mi palu. Që? Tash përshtojmë domatën. Zakonisht kështu, kur kemi ku ma shumë, sosin e pregaditin vetë, vish me domate, edhe i qesim sos kështu vish pak. E domatës i vim pak ma shumë ku për me uzi, po, me uzi. Tash qëto du të me lënë diku një, që shme thonë, zakonisht një e lënë një 10 minuta, kështu në temperaturë pak ma tëllë, deri so të zihet. Kombinohet edhe me sosin, për ndryshe. Tani në fund e qesim sosin, edhe në sos i qesim edhe oregano. Okej. Do me thonë, nëse ka ku njerin shpe, mundët krejt komplet me 1 kilogram domate me bo sosin. Me bët sosin. Se lenë mu uzi një orë dhe qaq. Kështu mund është mja u hek, që shme thonë edhe ato longun e tepër, kullohet pak domatja për mu bo ma... Po. Apo dënë me mbyll këto pak me kapak ajo? Jo. Se më kërte mbyllim me kapak, buhet ma ovull edhe që shme thonë longu. Buhet ma e lëngshme, po. E këso i vynë që mu shtirë, se i kena dhe sosin e domate, i cili e bënë që shme thonë ma të lëngshëm. Okej. Po është një problem, që ja ku mbu që e marrë një buk, e tu gut kom harru me marrë bukën, se kjo zakonisht shëqërohet me pak buk, thekët buka, me hudër, mund është zakonisht sourdough, ajo buka që e ka bu këty në herë me thorën, ta më natural, pa aditiva, pa sene, mire që e buk, lyet ka pak me hudër, shtijet në furë. Me vajullini me hudër, po. Me vajtullinit, edhe tani kjo në torë me pas pak magdanoza, diçka e to. Magdanozin, ju. Stakona, asbë. Se përduri magdanozin, zdim duket e dominën shijen mas nena shumë. Po, është e vërtet. Në plët pjota e dominën shijen, për që ata arsye, unë nuk jem shumë fan si magdanozit. Okej. Se mu më pëlqenë, për që ata thash edhe më buk pak. Nesi, me oregano shkon shumë. Me oregano, po. Se zakonisht, këto, kur ma kanë mësu receptën, e meshin një oregano që shme thonë tegër. Ajo e kesh edhe aromën që shme thonë ma theksume. Zakonisht në Shqipni, ka jugu, e mledhin sa të oregano, jenë kështu si të mdoja, edhe është perfekt, ka një aromë fantastike.
Do me thonë, me sa kuptove, erza e preferume jote është oregano, a? Jo. Ajo, cila? Nikëm, plët, këtë erzat, zakonisht erzat miksume, jënë do erzat që i morin për Teksasit të më për vetin shpe, aty jënë qep, hudër, këtë jënë të thome, edhe të bume me një ven, aty zakonisht për mishna, që mishin që shme thonë, pa mishën e thëmë, s'mëj mi kuptu vegetarionat edhe veganat që shmu pa kuptën pa mish. Edhe është një sen tash se deri sot bëhet kjo po bujmë muhabet. Thejke dikush të këtë na ja ka njësë për mu bu healthy me hongër avokadën. Tash logikisht para 100 vjetë nuk ka pos avokadët e na. Jo, mërë s'ka pos para 5 vjetë, limon 100 vjetë. Edhe tash neve ma mirë në bën lok, na kështu edhe me këshyrë nodën e qysh na i përpunën lukë se avokadën. Po tash është kjo propaganda që me hongër healthy i ndyra. Në fakt, ato peme dhe perime, kom dëgju, që rritën në vendin, në tokën tonë, që ato janë shneshme për trupin tonë. Se ato që vinë prej jashtë, të vinë edhe një kohë transporti, sene, për para ka qenë shumë problem për me arriti, të për shambull gjyshi jam ja u bu një avokado se një frut ekzotik. Në fakt, trupi jonë sigurisht që me qënë se jemi rritur, jemi populli kryum këtë atmosferë, në këtë pjesë do me thonë të vendit, geografikisht po flasë, besoj që qëto produktet tona janë matë mirat. Matë mirat. Së në këmë buel një transformim, se vitin e kalumi këmë pos 130 kg. Qaj të thomë, bre? Jëmë kënë shumë, edhe tani janë njësa më morë pak më shumë e vetën, se pisë sportit kërë e lash një ku, shtuva shumë pesh, edhe tani ja këmë njësë mikëqyrë kaloritë. Që ka qenë sekreti jotë? Sekreti ka qenë sporti edhe regjimi në ushqim, po jo regjim strikt. Se kur të bëjsh strikt, mas nejna si të këthesh në përditshmëri, apet i këthen kilogram që i ke e dush me hongër këtë senet, po... Me përgjysmu. Po edhe gjithësysh sportin. Mendoj si se cili njeri du të mi bu një orë në ditë, ose 40 minuta gjysore, vish me jetës është shumë mirë. Se du të mu të rjetë ushqime. E vërtet. Edhe në fakt, ushqime nuk bën me hongër non-stop gjithë diqka, du të me lonë organizmin me pushut, pak të në 3 orë, pa hongër kur gjo, pa pi kur gjo. Qashtu është edhe këtu, po du me thënë, është në një sekret intermittent fasting, tash është edhe që kjo e agjerimit, po ajo intermittent fasting mund është me pi ujë edhe kafe, që është me thënë të njëjtën ku. E është shumë sanimi që pastrën krejt trupin, krejt organizmin, edhe në fakt qatë hojna, qashtu edhe njëjën. Po që të keqe nuk ka prej agjerimit, seriosisht? Jo, ajo është shumë sanimi, ajo është pastrim komplet, tash ki lojet në ndryshme. Faktën, apëshe kryusi e ka ditë ma mirë se na, tash që e kemi zbulu, që trupit i duhet një muaj gjatë gjithë vitit me agjeru edhe me u rikuperu komplet organizmin. Qashtu, se kjo nuk është vetëm të na, është edhe në kulturën japoneze. Ata e ka një farë autofagia. Se trupi, mas një kohë, janë një se hanë që shumë thonë që liza e mirë, që lizën e keqe, vetë vetin ato. Pastaj, kom dëgju që edhe shumë sëmundje, si sëmundja e kancerit shërohet, ka pretendenca me u shëru, duke agjeruar, për shkak që qelizat e këqia fillojnë me hongër njona tjetrën, edhe shduken më shpejt. Qajo është se edhe unë këmë posë, po du me thënë nona, më ka ndru jetë për i kancerit, qështu, e njëtën ku për Japonisja kam boj që du të me moj që të dijetën autofagja, se mas 48 orëve trupi hen qatë rigenerimin, E paramendo kur agjerojmë që nga rinia edhe je gjithmonë trupin e ki duke u përtri me vitet tona? Ajo është një sen shumë mëti që shumë thonë që e kanë ditë për para nuk ka qenë teknologjia e këtu, tash qëtu unë e shtoj vish longën. Tash e lëshujna pak ma në maksimum këto. Maksimum, a pak ma 80%? Ja, heqë maksimum të lëshujna, se për qesim edhe susin. Si t'ja njësë kjo me vlu, e qesim edhe susin e domateve. Tash kjo si t'ja njësë qështu pak me vlu, unë ja hedhe qështu susin, se dhe kjo i vynë temperatur pak ma e nalë për me orë. Ndimoj pak se ka me t'pik qaja. Po, falenderit shumë.
mendoj që mjaftën për qëto, se qërëm dikush ta bën, apo ma të regon receptin, më i mjallë bu, nuk di me ta të regon sekret, e kom pakasi se tu e pregadit, e shesoj duhet në boz A duesh me lua në sen? Jo, heq vishë më vynë një lukë sheqer që fse ko. Lukë sheqer? Po. Që? Okej. A me a qitë krejta? Nashta një lukë është qëto. Okej. Mjaftan. Po. Së është vishë për mja thy, e që tash mujna pak mja ullë temperaturën, që mës të bujna kuzhinën, që falem pak ma herët, mës të... Fshim bashkë, tani kime najtë këto, dejnë Pa tjetër, është nga qi edhe me fshi. Të marrë dhe pak ujnë e rrugovës, të pi për shëndet. A donë me mbyllë në i sen? Jo, heq nuk për mbyllë se na vim për mu të rashë, se po du me thonë, sa ma i të rashë të bëtë su si jep dishysh për me bëk që të tash mund është me... Edhe tash mos të harrujmë qëtu, masi është, ja qesim qëta oregano. Unë e kom qef një qitë oregano pak ma shumë, se po du me thonë një thehet, ja jep një farë. Me një herja dha aroman, shumë të mirë. Mene. Faleminderit. Se i ra sikur ti më marë punën mu, të folë veç së shqe dhe s'pja afrorë, se po folë ka gja. Po folë i vëlloj, më bëjë shumë kështu jem këgja një farë lafazoni, po ma mirë me folë se mos me folë. E vërtet, e vërtet. Se është një qësh me thonë, s'moj me nejtë me një vend. Asë një film së në këqyre, dhe në fund po shumë me bujë diçka me asë. Po ke dzekër, a? A, qashtu. Qashtu diçka. Ta është në shkej që shtu pak e që e nalë, për mos me... Me stërpik? Për mos me stërpik, për njëtën ku edhe mos me nalë me dhedhë, Jo më nalë edhe? Po veç, kështu... Ta është e heki pak. Kështu që me një fjallë, Lisi përdo me nga të regu, që ka haru me ble buk, po merën si është sosi. Bukën nëse e blen, mundesh me thek në fur, me hudhërke, edhe vaj ullinit. Ose me qëfar do që me thonë, po zakonisht e thekt është shtu pak ma... Kur të buhet, se tash thamë që pe modifikujna pak më pyte që nuk ka furë se në limitume, tash karkalecat, Jo qëre veç pak të nërsojnë a furë kena, mësë nga bëtë që s'kena, që ku i kim rata furë? Ani dhe po, unë e vetë do shta me asën e fajnë. Nësë mund, në me nga lënë fajnë, tu i kom harru. Kom harru që me thonë, mi mora dhe tovat. E vërtita, që të mund është ma e mirë. Po, ja, më falni, ju kërkaj ndjes. Edhe tash e qesim. Elen, dikun, 10 minuta? Edhe jo, ma pak, 2-3 minuta, se zakonisht që kjo është që kum ka bu nëse kum shufurën, se pi qëtuhet, transferohet në tavë, edhe e qitët pak djathë për mi, edhe është e gatshme me sërvu. Okej, apo dënë me lëshu në furën edhe mundesh me qitë në tavë? Jo, heq speqesim se që ta është tra shumë sosin, me qitë edhe në furën është ja jep ta një shijen thohet ma shumë. Se që e ka kriju, erën vish po mundesh me anin, kamerat si anin, po na... Janin... Pe shiojnë ashtu aromen. Kjo veç të thuj është gati, mundë me servu. Unë zakonisht në servim i qes qështu. Mës t'i qes edhe shumë langë. Dhe marrë qëto, se me më qef pak më duk. Dhe hekim qëto pishtujen, më po pak karkalecat. Edhe pse qështu e kena pik, ta shkoj e morim një cupë që shme thonë djath. Një ide shumë e mirë kush dënë me përgadit shpejt e letë për iftar, para iftarit. Po, është qështu i qëtë djath, unë e kom qef pak ma shumë. Djath, qëfare do që e kemi në shpeja? Po, zakonisht du të më konë kështu maj fort, jo aj feta që është një maj but, sa i ka vajt polmës kështu edhe shkrihet shumë, kurse kjo është që shme thonë... Rinë ma... Po, edhe mundet mu, kur ti në furë mundet që shme thonë mu resh ka shtu, mu djegë. Po, si ka qka valë pak sipën. Edhe tash, unë e dekoroj vish me pak origano që shtu. Edhe... Ju boft mirë. Po kry, ju boft mirë. Sa e bukur po do këta, që një gjerim, këto
me këtë sos që shoqërohet me bukë të thekun edhe është një paragjell shumë e mirë. Më duket si paragjell tamam. Po zakonisht edhe me bukë me hongër kështu mund është edhe si drejt kryesore për me bukë. Okej. Les, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, është e kënaqësi, edhe shpresoj që ju ka pëlqyer recepti. Po që jo, direkt sot ko me botë e shtëpia. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve shumë. Kënaqësi me pas djem si puna jote kështu. Faleminderit. Komplet ka një profesion tjetër, po ka edhe pasion kuzhinën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, ishte Lis Aliçka, se e lidha me njerë me mbjemën, dhe ju falenderoj shumë që na përcjellët në këtë pjesë të kuzhinës. Shpresoj që Lisi ju ka dhënë sadopak një ide të lehtë dhe të shpejtë dhe të shishme njëkohësisht me provu ju në shtëpitë tuaja. Komplet, do më thëmë, paramendojeni një salon është normal që është më i vogël se sa një studio televizive, e komplet studio televizive është me aromë të këtij sosi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikues dashur, do të vazhdojmë me Erzën, e cila do të na sjellë historinë e një çifti nga Ferizaj, të cilët kanë marrë famë përmes TikTokut. Më pas e dëgjojmë një këngë nga Jehona dhe Bendi ATV-s dhe kthehemi me të ftuarit e mi nga Shkupi për sot. Hey guys! Përshëndetje!